Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Numri të prekurve me HIV të regjistruar në klinikën infektive që nga janari i këtij viti deri më tani është 27 raste të reja dhe 3 raste të vdekjeve. Kështu bën të ditur për Radio Kosovën shefi i repartit për sëmundje seksualisht të transmetueshme në klinikën infektive në Prishtinë, Murat Mehmeti. Ai thotë se në nivel vendi ky numër mund të jetë edhe më i madh. Sipas doktor Mehmetit, në klinikën infektive aktualisht marrin shërbime 110 pacientë të infektuar. Testimi dhe terapia aty, ashtu sikurse edhe në institucione tjera publike të Kosovës ofrohen falas. Rasti I parë me HIV/AIDS në Kosovë është paraqitur në vitin 1986, që atëherë janë regjistruar 234 raste dhe 53 persona kanë humbur jetën. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që nga fillimi I epidemisë, mbi 85 milion njerëz janë infektuar me virusin HIV, derisa rreth 40 milion të infektuar kanë vdekur. Pra sëmundja HIV/AIDS-it, përkatësisht gjendja aktuale me këtë infekcion në vendin tonë, do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bisedoj me doktor Murat Mehmetin, shef I repartit për sëmundje seksualisht të transmetueshme në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës. Doktor Murat Mehmeti, mirë se erdhe në emisionin Stetoskop. Mirë se ju gjejmë, faleminderit për ftesën. Pra dëgjuat temat që jemi përcaktuar në prag të shënimit të ditës botërore të HIV/AIDS-it, do të flasim për infeksionet me këtë sëmundje edhe në Kosovë. Pra dhe vendi ynë nuk është imun ndaj këtyre infeksioneve. Mund të na thoni për fillim se si qëndron puna në vitin 2025, sa raste të reja janë shënuar me këtë infekcion? Po, këtë vit, deri këto momente kur po flasim neve, janë regjistruar në klinikën tonë gjithsej 27 raste të reja. Do të pas parasysh një fakt që në klinikën infektive pra këto, kemi të bëjmë ose japim shifrën e pacientëve të cilët janë lajmëruar në klinikën tonë për të trajtuar, domethënë për këtë sëmundje, për faktin që ta zon Instituti Kombëtar I Shëndetit të Publik mund të del me shifra ndoshta më të larta, sepse jo gjithmonë të gjithë ata pacientë të cilët identifikohen që domethënë institucioni kryesor ku bëhet evidentimi I rasteve të reja në përgjithësi në Kosovë është Instituti Kombëtar I Shëndetit Publik dhe rastet e reja të evidentuara në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik pastaj referohen apo udhëzohen në klinikën infektive për trajtim, por jo të gjithë ato raste të cilët evidentohen në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik nuk do të thotë që të gjithë ata vinë pasi të referohen nga personat kompetent në institut. Prandaj këto shifra mund të jenë të ndryshme, por po them edhe një herë sa I përket klinikës infektive deri më tani në evidencën tonë kemi 27 raste të cilët kanë filluar do të thotë trajtimin me panat përkatëse. Doktor, thatë se kjo shifër nuk është që mund të jetë saktë, pasi mund të ketë edhe më shumë raste. Ata persona që nuk kërkojnë ndihmë në klinikën infektive, ku trajtohen? Shiqoni, gjithmonë pra është një farë me quajt ashtu diskrepancën mes të rasteve që janë në trajtim të ne dhe rasteve që janë pozitive në vendin tonë. Në pyetjen e juaj se ku trajtohen këta persona, ekziston mundësia që pikërisht për shkak të stigmës dhe diskriminimit që ku më shumë e ku më pak, domethënë gjithmonë ekziston po në vendin tonë edhe matutje, pra ekziston ajo elementi I stigmës, ka persona të cilët pikërisht për këtë arsye, apo njëra ndër arsyet është që këta të thotë nuk vinë në klinikën tonë për të trajtuar, mirë po mund të ndodhë që shkojnë jashtë vendit për të trajtuar në vendet fqinje, gjë që ma kanë thonë edhe kolegët për shembull nga Shqipëria, po edhe nga vendet tjera fqinje, që kanë raste nga Kosova që vinë dhe trajtohen atje, sepse thjesht do thotë I ikin si me thonë në një mënyrë stigmatizimit. Mirë po, ka edhe raste të tilla që përkundër faktit që ata referohen nga Instituti Kombëtar I Shëndetit Publik, thjesht për një arsye ose tjetër nuk vinë të lajmërohen ose e shtyjnë si me thonë trajtimin.
ka dhe raste të tilla që pasi të fillojnë trajtimin, edhe pse për fat të mirë jo shumë, pasi të fillojnë trajtimin në klinikën tonë, mund të ndodhë që për një arsye ose tjetër nuk lajmërohen në klinikën tonë, qoftë ikin jashtë vendit, ose edhe thjesht nuk dojnë që të vazhdojnë trajtimin. Por sido që t'jetë edhe njëherë po e them, për momentin pra i kemi 27 raste të reja që janë nën trajtim për si vjet për vitin 2025, ndërkohë që numri total apo i përgjithshëm i pacientëve që janë nën mbikëqyrjen dhe trajtimin ton arrin shifrën rreth 110. Doktor, është evidente se për çdo vit kemi rritje të numrit të rasteve. A është kjo pasojë e infeksioneve më shumë që kemi në numër, apo është pasojë e vetëdijësimit qytetarëve të cilët kërkojnë që testohen dhe të dinë për shëndetin e tyre? Po, tash arsyet e rritjes së numrit të rasteve të reja realisht janë, kisha me thonë, të shumta. Në radhë të parë, ajo çka e thatë ju padyshim që unë mendoj që edhe ma tutje vetëdijësimi në radhë të parë i të rinjve apo i moshës seksualisht aktive nuk është i mjaftueshëm, do me thonë duket që nuk kanë informata të mjaftueshme qoftë për vetë smundjen, qoftë për mënyrën se si trajtohet ajo, po edhe ajo çka është e rëndësishme, do me thonë mënyrën se si duhet të parandalohet, do me thonë ky infeksion. Kjo është njëna prej arsyeve, pra po mendoj në kuptimin e vetëdijësimit. Pastaj ka edhe arsyna tjera, ato që ka e thash më herët, edhe stigmatizimi, sepse shumë persona edhe po që se kanë dyshime se mund të jenë të infektuar pikërisht për shkak të stigmatizimit, për shkak të dyshime se ata mund të paragjykohen, nuk vinë të testohen. Në anën tjetër, mund të them që Kosova dihet që është një vend për një popullat të re, dhe që hynë ndoshta në marrëdhënie seksuale shumë më herët, dhe kjo bën që po ashtu të rritet numri i rasteve të reja. Në anën tjetër, megjithatë ekzistojnë edhe organizata të ndryshme, domethënë jo qeveritare, të cilat po ashtu, sidomos kur bëhet fjalë për disa grupe kyçe siç janë meshkuj që bëjnë seks me meshkuj, dhe të cilët apo tek të cilat mundësia e përhapjes së smundjes është shumë e madhe se sa të ashtu quajturit heteroseksualit, dhe këta persona referohen pastaj në klinikën tonë, përkatësisht në Institutin Kombëtar Shëndetit Publik, dhe testohen atje, dhe edhe kjo është domethënë një arsye që testimi megjithatë është më i madh, dhe pastaj del ose kemi numër më të madh të rasteve të reja. Për këtij numri do të thotë jo vetëm këta të këtij viti, por edhe të tjerë që janë duke u trajtuar. A dominojnë gjinia maskullore apo si qëndron puna me gjininë? Po, kryesisht pra dominon gjinia maskullore. Kemi të thotë edhe të gjinisë femrore, mirë po numri është shumë më i madh i gjinisë maskullore, dhe do të kisha me thonë që rastet e reja kryesisht janë të moshës së re, dhe raste që i përkasin në shumicën e rasteve komunitetit të ashtu quajtur homoseksual. A mbetet Kosova dhe më tutje një vend me prevalencë të ulët, nga se dihet se prej vitit 1986 kemi një numër që nuk është edhe shumë i madh. Po mendoj që Kosova edhe më tutje po mendoj është një vend me prevalencë të ulët nëse e krahasojmë me rajonin, edhe pse me një rezervë do të kisha me thonë për faktin që mendoj që megjithatë numri i rasteve të infektuar padyshim që është shumë më i madh se sa që e kemi në realitet, por pyetja është nëse do të ishte dashur të testohen më shumë njerëzit në përgjithësi, nëse do të ishte dashur domethënë të kemi sensibilizim më të madh sidomos të rinjve lidhur me smundjen, sepse to domethënë mund të jenë arsye që na ndoshta nuk e kemi edhe numrin real të infektuarve. Pavarësisht kësaj, prapë po them, nëse krahasojmë me vendet e rajonit, po dhe më gjerë, ne megjithatë prapë qëndrojmë më mirë ndoshta kisha me thonë se sa vendet e tjera, kuptimin e prevalencës.
Po, ju thatë se qytetarët mund të jenë të pa informuar për çështjen e këtij infeksioni. A janë duke bërë mjaftueshëm institucionet, qoftë ato shëndetësore, por edhe të tjerat, që qytetarët ta njohin të smundjet, të njohin format e bartjes dhe të kenë kujdes pak më të madh. Po pikrisht sot kur po flasim, domethënë jemi në prag të ditës botërore kundër HIV-sit dhe ne do të po diskutojmë këtë problematikë gjithmonë kur kemi të bëjmë domethënë me ditën botërore kundër kësaj smundje, mirë po që nuk po diskutohet mjaftueshëm edhe në media, kisha me thonë, lidhur me këtë problematikë dhe do të ishte dashur sigurisht të diskutohet shumë më shumë se sa që po diskutohet ose po trajtohet kjo çështje apo kjo temë në media, nëse flasim për media. Në anën tjetër, mendoj që po ashtu do të ishte dashur shumë më shumë të flitet për këtë problematikë, edhe sidomos në shkollat e mesme, ku kemi domethënë një moshë të re lidhur prapë me smundjen, me mënyrën e transmetimit të smundjes, me mënyrën e parandalimit të kësaj smundje, sikurse që ndoshta do të ishte dashur më shumë edhe në rrjetet sociale të tjera të diskutohet për këtë problematikë, sepse po them që megjithatë përkundër informatave kaq të shumta që kemi sot, qoftë në rrjetet sociale e tjera, dyshoj që sidomos të rinjtë tanë megjithatë nuk janë mjaftueshëm të informuar për vetë smundjen, jo vetëm për HIV-in, po dhe gjitha smundjet seksualisht tjera të transmetueshme, pra që barten përmes marrëdhënieve seksuale, përkatësisht për mënyrën se si do të ishte dashur të prevenohet këto smundje. Doktor Murat, ne për HIV-in kemi folur shumë herë, por s'është e tepër që edhe kësaj herë të flasim disa fjalë për këtë smundje. Si manifestohet? Po, si që thatë edhe ju na lidhur me këtë smundje, kemi diskutuar sa që jemi taku, përkatësisht kemi bisedu për këtë problematikë. Ky është një infekcion i cili herët apo në fillim pas infeksionit, jo tek të gjithë të infektuarit, kjo smundje apo ky infekcion mund të manifestohet në fillim me simptomatologji jo shumë specifike, me thonë, pra me simptomatologji të llojit të temperaturës së hedhjeve, plagështisë, dhimbjes së trupit, dhimbjes së nyjeve, nganjëherë edhe me ndryshime në lëkurë, po ashtu me mundësinë edhe të paraqitjes së rritjes së gjandrave limfatike apo nyjeve limfatike në trup, dhe gjitha këto domethënë mund të jenë ato manifestimet e para pas infeksionit që ndodh në fillim të këtij infeksioni. Dhe pas këtyre simptomave, atëherë organizmi kalon në një fazë, ta themi ashtu, të qetë, pas simptoma, dhe e cila fazë mund të zgjatë me vite të tëra. Dhe këtu edhe është rreziku shumë i madh që shumë persona dhe mund të jenë të infektuar dhe duke qenë se nuk janë në dijeni për vetë infeksionin, munden pa vetdije pra ta përhapin smundjen tek personat e tjerë. Dhe tek pas shumë viteve, shumicën e rasteve mbas 10 apo 15 viteve, kur ta persona tani më nuk e dinë për smundje, përkatësisht nuk janë trajtuar, atëherë vjen deri te dëmtimi i imunitetit të këtyre persona në masë shumë të madhe, si pasojë dëmtimit të imunitetit, atëherë deri te paraqitja e smundjeve nga ma të ndryshme, sidomos atyre që ne i quajmë mjekësi oportune, pra smundje të cilat normalisht e personat me imunitet të konsoliduar nuk do të ishte dashur të vinë në shprehje, mirë po vinë të shprehje, pra të këta persona kur imuniteti dobësohet shumë, me prekje duke filluar smundje të sistemit nervor qendror, kuptimin e mundësisë paraqitjes së tumoreve të ndryshme në tru, pastaj prekjet prap sistemit nervor qendror, kuptimin e infeksioneve të ndryshme sistemit nervor qendror, pastaj prekje edhe të sistemit respirator apo mushkrive në kuptimin e llojit të tuberkulozit, pastaj pneumonive të ndryshme, pa i përjashtuar pra edhe prekjen e organeve të tjera, qoftë syve, qoftë lëkurës, domethënë manifestime të ndryshme lëkurore, të cilat vinë në shprehje pra sidomos kur kemi të bëjmë me fazën e avancuar të smundjes. Doktor, sa duhet kaloj kohë prej infeksionit me këtë virus e deri tek paraqitja e këtyre simptomave të para? Po, zakonisht prej momentit kur ndodh infeksioni deri te paraqitja e simptomave
duhet të kaloj një periudhë dikon 6 javore deri në 3 muaj, kur vjen domethënë deri te paraqitja e këtyre simptomeve të para që i përmenda. Dhe pastaj pas këtyre simptomeve jo tek të gjithë të infektuarit, jo tek të gjithë, por te 1% dikon 40 deri në 50%, kalojnë në atë fazën që e thash, fazën e heshtur apo fazën pa simptoma. Si bartet. Rrugët kryesore të bartjes së virusit e kemi përmend edhe më herët, domethënë në radhë të parë ndodh përmes marrëdhënieve seksuale të pambrojtura. Kjo është domethënë rruga kryesore. Rruga e dytë është përmes gjakut apo kontaktit me gjakun e një personi të infektuar. Dhe rruga e tretë është rruga e transmetimit të infeksionit prej nanës së infektuar. Gjithmonë po flasim kur një grua është shtatzon, nuk din për infeksionin e saj dhe mund ta bartë domethënë infeksionin tek fëmiu, qoftë gjatë shtatzanisë, qoftë gjatë vetë aktit të lindjes apo edhe pas lindjes përmes gjithëdhënies apo qumshtit. Domethënë këto janë ato rrugët kryesore të bartjes, por që është shumë e rëndësishme pikërisht për shkak të stigmatizimit që e thamë më herët, që njerëzit duhet ta dinë domethënë që kjo sëmundje nuk është që përhapet përmes ajrit, nuk është që përhapet për shembull përmes kontaktit me një person, kuptimin e përqafimit, kuptimin e dhënies së dorës, kuptimin e bartjes për shembull përmes toaleteve publike, përmes telefonit e tjetër, domethënë nuk ose përmes kafshëve të azon, nuk ka mundësi domethënë të bartjes së kësaj sëmundje. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme, sidomos ato që ka thënë fillim për zvoglimin e stigmatizimit të këtyre personave që për shembull na nëse kemi të bëjmë një person me HIV që ne mos flasim me të, që mos ta përshëndesim, mos ta përqafojmë etj, sepse nuk ekziston kurrë mundësie e bartjes së infeksionit këtë mënyrë. Pra ato janë ato 3 rrugë kryesore që i përmenda që bartet. Sa është e vështirë të bëhet diagnostifikimi i këtyre personave? Realisht diagnostifikimi i këtyre personave nuk është i vështirë, sepse ekzistojnë teste mjaft të avancuara, të cilat janë teste të shpejta apo rapide dhe që mbrana 10 deri në 15 minuta domethënë ne veç mund të diagnostifikojmë një person. Pra, është shumë e rëndësishme për njerëzit në përgjithësi që nëse e kanë dyshimin më të vogël se mund bëhet fjalë për këtë infeksion, është shumë e rëndësishme sikurse edhe për çdo sëmundje tjetër që të zbulohet herët, sepse nëse zbulohet herët, atëherë ekziston terapia shumë efikase e cila bën që të mos lejohet që sëmundja të progredoj dhe të vijë në shprehje ato sëmundje që i përmenda më herët, sëmundjet e ndryshme oportune që i thash më herët. Pra, testet ekzistojnë, janë testet të shpejta, me këtë rast do të kisha me përmend edhe një fakt tjetër, sepse ne këtu në klinikën tonë e kemi qendrën për këshillim dhe testim vullnetar kundër HIV-it, një qendër e cila ofron shërbime falas dhe në të cilën qendër do të thotë në kuadër të këtyre shërbimeve bën pjesë testi për HIV, që kemi 2 metoda domethënë të bërjes së testit për HIV, pastaj po ashtu e kemi mundësinë që të njëjtën kohë të bëhet edhe testi për hepatitin B, të bëhet testi për hepatitin C, sikurse të bëhet testi edhe për sëmundje seksualisht të transmetueshme siç është sifilisi, gjë që kohëve të fundit kemi rritje të numrit të rasteve edhe me këtë sëmundje apo me këtë infeksion që po ashtu është një sëmundje ose një infeksion bukur i rrezikshëm kisha më thonë. Dhe në këtë qendër pra këto teste ofrohen falas për të gjithë klientët. Dhe bëhen çdo ditë apo jo? Dhe bëhen çdo ditë që nga ora 8 deri në orën 14. Janë teste të shpejta, rezultati del brenda 10 deri në 15 minuta dhe çka është e rëndësishme po ashtu që klienti nuk është e nevojshme që ta jap emrin dhe mbiemrin, mjafton ta jap privatësia ruhet maksimum ruhet privatësia dhe pastaj ta zëm po që se rezulton pozitiv është klinika, domethënë jemi ne këtu që me njëherë marrin përsipër në këtë rast personin përkatës dhe e fusin në trajtim. Tjetër çka është më rëndësishme përmend këtu, se ndoshta do ta përmendim prevencën edhe më vonë, por me këtë rast do të përmend sepse në kuadër të kësaj qendre që e kemi funksionon edhe terapia ashtu quajtur PrEP. Çka është PrEP për gjithë dëgjuesit e juaj është shumë e rëndësishme, domethënë që në Kosovë kemi filluar të aplikojmë këto 2 vitet e fundit, është shkurtesë PrEP në gjuhën angleze që është ose edhe shqipe domethënë profilaksa para ekspozimit. Çka është kjo? Të gjithë ata persona të cilët janë të interesuar që të hyjnë në marrëdhënie seksuale pa mbrojtje
pambrojtje me persona për të cilët kanë dyshime se janë të infektuar, apo edhe me persona që nuk i njohin, atëherë ekzistojnë bana të cilat ne i posedojmë, të cilat jepen falas, dhe të cilat bana duhet t'i marrin personat, të më thonë, që thash më herët, dojnë me hynë në marrëdhënie të pambrojtura, dhe nëse këta persona i marrin këto bana para se të hynë në marrëdhënie të tilla, atëherë rreziku i marrjes së infeksionit nga personat e infektuar është pothuajse zero. Pra është veç me rëndësi që këta personat i marrin këto terapi me rregull, dhe pastaj, domethënë, rreziku është jashtëzakonisht i vogël ose pothuajse fare, që edhe nëse hynë në marrëdhënie të pambrojtura të mos infektohen me virusin e HIV-it. Na me këtë terapi të quajmë preventive, kemë fillu këto 2 vitet e fundit, janë bana të cilat janë pa pagesë, të cilat siguron Ministria e Shëndetit, në fakt, deri më tani domethënë janë siguru përmes fondi global, po përmes fondit global. Dhe pastaj ne presim që vitet e ardhshme të sigurohen nga Ministria e Shëndetësisë. Terapia jepet falas dhe jepet në klinikën infektive. Pikrisht, pra klinika infektive vazhdon edhe matutje të jetë qendra kryesore referuese ose trajtuese për të gjithë personat që janë me HIV të infektuar, e përmenda që deri më tani në mbikëqyrjen dhe trajtimin tonë kemi përafërsisht rreth 110 raste, sepse ndodh nga një herë, thashë edhe më herët, që në ndonjë rast i caktuar mundet edhe të emigrojë të shkojë jashtë vendit dhe të hupet nga evidenca jonë, po përafërsisht domethënë kemi 110 persona të cilët vinë vazhdimisht dhe e marrin domethënë terapinë në klinikën tonë, terapi kjo që e thash edhe më herët sigurohet nga Ministria e Shëndetësisë, terapi e cila i bet falas. A është terapi mujore kjo që ju jepet apo si qëndron? Jo, zakonisht në fillim kur fillojmë trajtimin e pacientëve me HIV, e japim zakonisht vetëm për 1 muaj që të shohim nëse do të ketë ndonjë efekt ansor, sepse ekziston gjithmonë rreziku i efektit ansor. Dhe nëse pacienti e toleron terapin mirë, nuk ka ndonjë efekt ansor, atëherë zakonisht e japim për çdo 3 muaj. Me qëllim që ne t'i shohim këta klientë tanë përkatësisht pacientë tanë herë çdo 3 muaj përafërsisht se si shkon puna me trajtimin, nëse kanë probleme, pastaj nëse kanë ndonjë ankesë caktuar, edhe çka është edhe rëndësishme që edhe të bëjmë analizat përkatëse në mënyrë që të shohim sa është efikase terapia që po japim tek këta persona. Po, dhe trajtimi është i përjetshëm apo është në faza caktuar? Tash për derisa nuk ekziston një terapi e cila e eliminon këtë virus në tërësi, që deri më tani nuk ekziston një terapi e tillë, bëhet fjalë për terapi e cila është e përjetshme. Po megjithatë, derisa në fillim është bërë, po mendoj, derisa në fillim ka qenë bana të cilat është dashur pacientët e marrin 3-4 herë në ditë në sasi shumë të madhe, tani pacientët e marrin 1 tabletë në ditë. Domethënë e gjithë çka ata duhet marrin për këtë problematikë është 1 tabletë në ditë çdo 24 orë, që nuk është ndonjë farë problemi nëse krahasoj për shembull me smurt ndryshëm, me tension, me diabet, që do t'i marrin 1 grush tableta, po këta e marrin 1 tabletë në ditë, dhe nëse e marrin terapinë me rregull nuk kanë për fare problemi. Na kemi raste këtu në klinikën tonë përkatësisht që i kemi në mbikëqyrjen tonë që kanë më shumë se 20 deri në 30 vjet që janë në trajtimin tonë dhe që edhe matutje të thotë njihen mirë, pa nuk kanë nefar problemi. Gjithmonë po flasim nëse e marrin terapinë me rregull, e tolerojnë mirë terapinë, nuk është edhe nefar problem. Doktor Murat, kemi hyrë minutat e fundit të emisionit dhe sigurisht në fund flasim për preventiven. A ka mundësi që të bëhet prevenimi paraqitjes së këtij infeksioni? Po sigurisht që prevenimi ekziston mundësia domethënë e prevenimit. Metoda më e sigurt edhe më tutje padyshim është përdorimi i mjeteve mbrojtëse. Sepse nëse bëhet përdorimi i mjeteve mbrojtëse përkatësisht prezervativi, atëherë rreziku i bartjes jo vetëm të HIV infeksionit, po edhe të infeksioneve të tjera seksualisht të transmetueshme, siç e thash më herët, sifilisi, hepatiti B, hepatiti C, pastaj infeksionet të llojit të gonokokut, klamidjes, etj. Gjitha këto infeksione do të prevenohen po që se përdoren domethënë masat mbrojtëse siç janë prezervativet. Kjo është ajo e para. E dyta e thash prapë po e përsëris, edhe prepi është një metodë shumë e mirë mbrojtëse ose prevenuese që të mos ndodh infeksioni, edhe pse nëse flasim për këtë prepin,
bëhet fjalë domethënë për një terapi e cila e prevenon vetëm HIV-in, po jo dhe smundjet e tjera seksualisht të transmetueshme. Mendoj që është shumë e rëndësishme që të diskutohet shumë më shumë për këtë smundje, e thash qoftë në mjetet e informimit, qoftë në shkolla, të flitet për këtë problematik pa paragjykime, të zvoglohet domethënë stigmatizimi për këtë smundje në mënyrë që njerëzit të mos hezitojnë që nëse kanë edhe dyshimin më të vogël të testohen, dhe në këtë mënyrë do të kishte me u zvoglu mendoj edhe mundësia e transmetimit. Është edhe rëndësishme edhe një diçka me përmend që tani ne përkatësisht e gjithë bota, po dhe ne, domethënë jemi pjesë e një të quaj protokollit të tillë që çdo person në momentin që diagnostifikohet me HIV, automatikisht ne vendosim terapi. Dhe kemi terapi mjaftueshëm për secilin person i cili është infektuar. Në mënyrë që po që se fillojmë me njëherë me terapi, atëre ne do ta zvoglojmë vlerën e virusit në gjak në vlera të padetektueshme, që është edhe qëllimi i çdo trajtimi apo çdo pacienti, dhe duke trajtu përkatësisht duke zvoglu virusin në vlera të padetektueshme. Këta persona, domethënë me HIV virus apo së të infektuar, nëse e arrin atë vlerë, këta edhe nuk janë nxitës për personat e tjerë. Është një farë, nëse më thonë shifre U barabart me U në gjuhën angleze, që është undetectable barabart me untransmissible. Domethënë, një person që ka vlera të padetektueshme të virusit, në fakt është edhe jo transmetues ose jo nxitës për personat e tjerë. Prandaj e thash që duhet të bërë testime për gjithë ata personat që të kanë dyshimin më të vogël të testohen në mënyrë që të zbulohet smundja sa më herët, të fillohet trajtimi sa më herët, dhe duke filluar trajtimin sa më herët, atëherë dhe rreziku i bartjes prej një personi te personi tjetër zvoglohet pothuajse në zero. Doktor Murat Mehmeti, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, nga se për HIV-in kemi edhe shumë çka për të folur, por minutat e emisionit janë të kufizuar. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit së këtë skop. Faleminderit edhe juve për ftesën. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin sot. Faleminderit për mendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe me tutje në valët e programit tonë.